Më dëgjoni bi dhe bia, miq të dashur, mysafir që keni ardhur sonte në kishën tonë. Nëse doni të shpëtoni moralit dhe të mos jeni pjesë e këtij moralizimit njerëzor, ti të lutem duhet të duash. Më kanë treguar një histori që ishte njani një herë, që filloi duke menduar se çfarë ishte duke menduar dikush për te. Pasi filloi duke menduar, filloi duke fol. Dhe ky person ishte duke prit, do shkonte ti të kërkonte diçka këtij personit. Do shkonte ti kërkonte, po ai në fillim tha, po sikur ky person të mos ma jap mua këtë që unë po i kërkoj. Pas mendimit tha, ai nuk do të ma jap mua atë që unë do t'i kërkoj. Po unë nuk e dua atë që ai duhet t'ja kërkoj vetë. Edhe kështu me këtë inat, shkoj i tha, e din qa? Po, nuk e dua fare, ik, se s'mintereson asgjë prej tehet. E ky personi e pa thënë, falë, qa nuk do t'i prej me et? Qa unë nuk di asgjë? Çfarë bëjmë? Ne në fakt, në një farë mënyre, vendosim gjykimin mbi tjetrin. Më dëgjoni çfarë unë dua të ndaj me ju sonte. Ju lutem, morali ynë si të krishterë është të duam Perëndin dhe të duam tjetrin. Zoti thot, duajini njëri tjetrin. Po kjo nuk thot që unë duhet të detyroj ty me mdasht mua. Kjo nuk do të thot që ti me detyron mua të dua ty. Unë besoj se ne jetojmë në një botë ku ne me të vërtetë kemi pranuar Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës tonë, por çfarë ndodh? Brenda nesh janë rritet, zakonet, traditat e familjeve tona, të vendeve nga cilat ne kemi ardhur, ambientin në cilin ne kemi jetuar, e kështu me radhë. Dhe ne vim tek Zoti dhe vim dhe bëhemi pjesë e kishës me këto tradita, me këto zakone. Dhe dini çfarë na ndodh? Në fakt, morali ynë shumë herë është ne gjykojmë njëri tjetrin në bazë të traditave, zakoneve dhe rriteve tona. Dhe duke e vendos këtë, ne fillojmë dhe themi filani, filanja, ai apo ajo. Ky është morali në fakt i cili nuk është një moral i shëndetshëm në kishën e Zotit Jezus. Shumë herë në kishë ne kemi grindje, ne kemi përçarje, ne kemi mos pëlqime për shkak të këtyre traditave dhe zakoneve. E duam Zotin, por duam të mbajmë edhe traditën e të parëve. E duam Zotin, po unë nuk duhet harroj prej nga vi. E dua tjetrin, por avash me kujdes. Se në traditën tonë 1, 2, 3, 4. Pra do me thanë, dashurin që Perëndia pati për ne, dashurin të cilën Perëndia thot, merreni ju për njëri tjetrin, fillojmë dhe e kushtëzojmë dhe e vendosim në këtë nivel, në nivelin e traditave, zakoneve, rriteve tona njerëzore.